A don të afrohesh të Allahu? Po. Si afrohesh të Allahu? Të Allahu afrohesh vetëm në një rrugë. S'ka rrugë tjera. Cila është e rrugë? Ju shembull më të mirë keni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Është rruga e tij, afrohesh të Allahu. Nuk është rruga e tij, lodhu sa të duash, raskapitu, mundohu sa të duash me ibadet. Ama ai ibadet nuk vlen. Por çfarë arsye? Kush të ka thonë me bë atë ibadet? Prin nga nxjerrë ti atë ibadet. Prin nga shpike ti atë ibadet. Si mendon ti të afrosh të Allah me atë ibadet të cilin nuk e ka bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk e ka ditë? Nëse është e mirë, a nuk e ka ditë? Nëse nuk e ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ibadet, a do ta di dikush tjetër? Apo e ka ditë dhe e ka fsheh atë? Kjo është edhe më e rrezikshme. Nëse nuk e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka vend.